Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, bamirësia dhe sinqeriteti. Sadakaja për hir të Zotit dhe sinqeriteti për këtë vepër. Transmetohet nga Abu Huraira radiallahu anhu se kishte ardhur një njeri tek i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe i paska thënë: "O i dërguari i Zotit, cila lemor sadaka është më me vlerë ose më shpërblyera?" Ai tha: "Të japësh lemosh kur je i lirë dhe i shëndosh, të friksohesh nga varfëria dhe të shpresosh pasurinë, e mos vono të vijë në fyt e pashmangshmja, vdekja, e të thuash kjo është e filanit e kjo e filanit." Transmeton Buhariu dhe Muslimi. Allahu xhaleshanuhu ka lehtësuar për robërin e tij që para se të vdesin të japin nga pasuria e tyre 1/3 e pasurisë, qoftë edhe më pak. E pra besimtari duhet të jetë i kënaqur me këtë lemosh, sasinë secilës se ka bërë obligim Zoti që ai ta jap. I dërguari alayhis salam ka thënë: "Vërtet ka të tillë që adhuron Zotin për më shumë se 60 vjet e arrin vdekja dhe testamentin, pasurinë e tij e keqpërdorin, pra pasardhësit. E për këtë veprim bëhet shkak që të dënohet me zjarr. Mandej lexoj ajetin e Kuranit pas testamentit të porositur ose borxhit e pa i dëmtuar të shëguesit. Ky përcaktim është porositur prej Allahut. Allahu i gjithdijshëm, jo i ngutshëm. Këto janë dispozita të caktuara prej Allahut. Kush i bindet Allahut, urdhave të tij dhe të dërguarit të tij, atë e dërgon në xhenet, në të cilin burojnë lumej. Aty do të jenë përgjithmonë, e ky është shpëtim i madh." Surja Nisa 12-13. O ju të cilëve ju ka bekatuar Zoti me pasuri, jepni me dorën e juaj në mënyrë që të përgatitni vend banime në xhenet. Për këtë Zoti në Kur'an thot: "Allahu bleu prej besimtarëve shpirtat dhe pasurinë e tyre me xhenet." Surja Teube 111. Për robërt e Zotit, dhënia e lemoshës nuk është obligim vetëm për të pasurin, por edhe për ato që nuk ka pasuri të madhe, edhe nëse është pak ajo që jep. Thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam: "Ruani veten nga zjarri, qoftë edhe me dhënien e një hurme." Pastaj thot në kuptim të hadithit: "Kush jep lemosh, qoftë edhe të jetë sa vlera një hurme për pasurisë halal, Allahu e pranon atë. Mandej e rrit e shton atë sikurse rrit ndonjëri për josh ndonjë fidan, derisa të bëhet sa një kopsht." Lemosha është shkak i arritjes së furnizimit dhe kompenzimit. Zoti xhaleshanuhu në Kur'an thot: "Thuaj s'ka dyshim se Zoti im është ai që jep furnizim të begatshëm atij që don nga robërit e vet, dhe ai ja pakson atij, e çka do që të jepni, ai e kompenzon atë, dhe ai është dhuruesi më i madh." Surja Sebe 39. Kjo do të thotë jep në vend të tij më shumë e më mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Lemosha nuk e pakson pasurinë, po e shton. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Lemosha nuk e pakson pasurinë." Po ashtu ka thënë: "Po ju tregoj për 3 gjëra, betohem në to dhe mos i harroni." Nuk paksohet pasuria e krijesës së Zotit nga dhënia e lemoshës. Dikuj që i bëhet padrejtësi dhe mizori, po ai bën durim, Zoti ngre vlerën, burrin dhe krenarinë. Një personi që hap derën e lypjes, Allahu i hap derën e varfërisë, transmeton Tirmidhiu. Transmetohet nga nëna besimtareve Aisha radhiyallahu anha: "Kemi prerë një dele dhe i dërguari alayhis salam e porositi që ta shpërndaja, pastaj erdhi dhe më pyeti: 'Çka mbetur prej saj?' I thash: 'Asgjë, përveç një kofshe.' I dërguari alayhis salam tha: 'Pas ka mbetur e tëra, përveç kofshës së saj.'" Mosdhënia e lemoshës është shkak i shkatrimit të pasurisë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Nuk ka ditë që për robërit e Zotit nuk zbresin 2 melajke, njëra prej tyre thot: O Zot, jepi furnizim atij që jep lemosh, e tjetra thot: O Zot, jepi shkatrim atij që nuk jep lemosh." Besimtarët e nderuar, jepni lemosh prej pasurisë së dashur të shtrenjtë, jo prej të dobtës. Allahu xhaleshanuhu thot: "O ju që besuat, jepni nga e mira e asaj që fituan dhe nga ajo që dhan prej tokës, e mos nxitoni ta jepni atë më të pavlefshme nga ajo që ju nuk do ta pranonit për vete vetëm me sy mbyllur. Ta dini se Allahu s'ka nevojë për ju, është i madhëruar." Surja Bekare 267. Po ashtu Allahu xhaleshanuhu thot: "Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot me besim as kënaqësinë e lumtur në xhenet, derisa të mos jepni më të dëmshmen, më të dashur në pasurisë suaj. Çka do që jepni për Zotin, Allahu atë e di." Surja Al Imran 92. Do të jeni prej të devotshmëve bamirësve, prej atyre që meritojnë vendet e larta në xhenet, derisa të mos jepni lemosh prej pasurisë më të dashur për ju. Kur kishte zbritur ky ajet, shokët e Muhamedit alayhis salam kishin filluar të bënin gara për të dhënë lemosh prej pasurisë më të shtrenjtë dhe më të dashur për ta. Ndërta ishin Ebu Talha radhiyallahu anhu, Umer radhiyallahu anhu. Ky i fundit pasi liroi një robresh, citoi ajetin që e përmendëm më lart: "Kur nuk do të arrini sinqeritetin e plot në besim, derisa të mos jepni atë më të dashur, më të dëmshëm." Ndërsa Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhu, kur i pëlqente ndonjë gjë nga pasuria e tij, jepte lemosh prej saj, vetëm për të arritur kënaqësinë e Zotit. Prandaj ju lutem që të jepni pra prej të mirave ju ka dhënë Allahu, sepse ajo vetëm se ju shëmfisho.